Limi ulet përballë Dolces në një moment që duket I qetë në pamje të parë, por që mbart shumë tension dhe domethënie. Ai fillon të flasë me një ton të prerë, pa hezitim, duke I bërë të qartë asaj se ndjenjat e tij janë të drejtuara vetëm në një drejtim. Limi I thot Dolces se nuk e do Albën dhe se ajo për të nuk ka më asnjë vlerë emocionale. Fjalët e tij dalin të ftohta dhe të drejtë për drejta, duke treguar se ai ka marrë një vendim të qartë. Ai vazhdon bisedën duke shpjeguar se, sipas tij, Alba është budallaqe dhe se nuk ia vlen të qëndrosh pranë një personi që nuk të kupton dhe nuk të përmbush. Limi shprehet se koha që ka kaluar me Albën ka qenë e kodë dhe se nuk e sheh veten më në asnjë formë pranë saj. Çdo fjali që thot duket sikur mbyll një kapitull dhe nuk lë hapësirë për rikthim. Dolce e dëgjon me vëmendje, pa e ndërprerë, ndërsa Limi vazhdon të theksojë se ajo është e vetmja që dëshiron pranë vetes. Ai I thot se me të ndihet mirë, se ndihet I kuptuar dhe se vetëm me Dolcen dëshiron të qëndrojë. Tonet e tij bëhen pak më të buta, por vendosmëria mbetet e njëjtë. Ai e përsërit disa herë se nuk I intereson më Alba dhe se ndjenjat e tij janë të fokusuara vetëm te Dolcia. Atmosfera gjatë kësaj bisede bëhet e ngarkuar emocionalisht. Edhe pse nuk ka zëra të lartë apo debate, fjalët e Limit kanë peshë dhe ndikim. Banorët e tjerë që ndodhen përreth e ndjejnë tensionin dhe e kuptojnë se kjo bisedë nuk është e zakonshme, por një deklaratë e fortë që mund të ndikojë në gjithë dinamikën e shtëpisë. Limi vazhdon të flasë për mënyrën se si e sheh të ardhmen e tij brenda shtëpisë, duke e përjashtuar plotësisht Albën nga çdo skenar. Ai thot se nuk dëshiron drama, nuk dëshiron konfuzion dhe se ka zgjedhur rrugën e tij. Për të, Dolce është zgjedhja e vetme dhe këtë e thot pa frikë dhe pa u ndalur. Biseda zgjat për disa minuta, me Limin që vazhdon të theksojë vendimin e tij dhe Dolcen që e dëgjon në heshtje. Çdo pauzë, çdo shikim dhe çdo fjalë e thënë e bën momentin edhe më të rënd emocionalisht. Është e qartë se kjo nuk është thjesht një bisedë e zakonshme, por një pikë kthese në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ky moment mbetet I fortë dhe I ndjerë, sepse tregon hapur se si Limi e ka ndarë mendjen dhe se si ndjenjat e tij janë përqendruar vetëm te Dolcia. Fjalët e tij krijojnë tension, emocione dhe reagime të pashprehura, duke e bërë këtë një nga bisedat më domethënëse dhe më të komentuara brenda shtëpisë së Big Brother.